Për shkak të punimeve që po zhvillohen në rrugën tranzite, edhe sot në disa shkolla të qytetit mësimi është zhvilluar me orar të reduktuar. Si pasojë e mungesës së ujit të pijshëm, institucionet arsimore janë detyruar që edhe gjatë ditëve të kaluara të shkurtojnë orën mësimore nga 40 në 30 minuta. Ekipi ynë qëndroi në shkollën e mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi në Xhakov, ku edhe sot procesi mësimor u zhvillua me orë të shkurtuara. Është dita e tretë në më pak se 2 javë që shkollat po mbajnë mësim 30 minuta, pra orë të shkurtuara. Drejtori në koordinime dekane kanë marrë një vendim tillë për shkak të mungesës së furnizimit me ujë. Mungesa e furnizimit me ujë në një shkollë si shkolla jonë me 918 nxënësa sjell pengesa të mëdha për shkak të mos përdorimit normal të tualeteve dhe të rrezikimit të kushteve higjieno-sanitare. Prandaj deshtëm është marrë kjo mas, na pengon, realisht na pengon në mbajtjen e procesit mësimor, për shkak se 30 minuta duhet që ta ngushtosh shumë pjesën e qoftë zhvillimit të mësimit, qoftë pjesës së vlerësimit. Sipas Alirajt, i gjithë stafi është përpjekur të përshtatë aktivitetet mësimore duke hequr aktivitetet dytësore, në mënyrë që të arrijë realizimin e njësive të planifikuara dhe të mos dëmtohet procesi edukativo-arsimor. Jemi munduar, duke qenë se veç jemi lajmëruar paraprakisht nga drejtori, jemi munduar që t'i heqim aktivitetet dytësore dhe ta shtrëngojmë, ta ngjeshim sa të kemi mundur që ta arrijmë bile diçka që të mos mbetet krejt ora pa u majt, duke shpresuar që kjo është një gjendje e përkohshme dhe ka mu zgjidh shumë shpejt. Po mbajmë mësim në këtë situatë. Është pengesë, sidomos në lëndët siç është teknologjia që nxënësat duhet vinë prej klasës tjetër deri në kabinet, derisa po ratohen ato veç ora po shkurtohet edhe më shumë. Nga drejtuesit e shkollave bëhet e ditur se shpresojnë që situata me furnizimin me ujë të normalizohet sa më shpejt, në mënyrë që mësimi t'i kthehet orarit të rregullt dhe të shmangen vështirësitë e krijuara për nxënësit dhe mësimdhënësit.